Kushdo që ka një ndërtim pa leje mund ta vetë deklarojë atë deri më 31 janar të vitit 2015. Ndryshe nga sa ishte vendosur si afat përfundimtar ky fundvit, Agjencia e Legalizimeve ka parë të arsyeshme shtyrjen e afatit në mënyrë që të përfitojnë të gjithë qytetarët, përfshirë edhe ata që janë në emigracion. E para për t'i dhënë mundësi sa më shumë qytetarëve të përfshihen në procesin e legalizimeve. E dyta, ditët e fundit janë kthyer në atë mijëra emigrant në mënyrë masive për të kaluar festat e fundvitit, një pjesë e cilëve kanë probleme me legalizimin. Nëpërmjet shtyrjes së këtij afati deri në 31 janar të vitit tjetër, u japi mundësi atyre që qetësisht të bëhen pjesë e procesit dhe procedurave të vetdeklarimit dhe legalizimit. E për të ardhur në ndihmë ashtu siç duhet emigrantëve, drejtori i përgjithshëm i Luiznit Artan Lame tha se është duke u hartuar një program për mundësimin e kryerjes së procedurave direkte përmes konsullatave. Dua të informoj gjithashtu emigrantët dhe familjarët e tyre këtu në Shqipëri se Luizni është duke hartuar një program për mundësinë e kryerjes së procedurave të vetdeklarimit edhe të disa procedura tjera që lidhen po me legalizimet, direkt përmes konsullatave shqiptare në vendet kryesore të qëndrimit të tyre. Ndërkohë teksa u rikujtoi qytetarëve se tashmë ndërtimi pa leje është vepër penale, Artan Lame i përgatiti ata se jo çdo ndërtim i deklaruar do të legalizohet.